Gjykata e posaçme ka vendosur të rrëzojë kërkesën e zyrtares së lartë të Policisë së Shtetit Ervina Gjana për kthimin e 8 celulareve dhe 2 laptopeve të sekuestruar gjatë hetimeve për dosjen e Akshit. Pajisjet u sekuestruan gjatë kontrollit të banesës së saj dhe të bashkëjetuesit e Renato Hristić, dhe gjykata i ka konsideruar këto masa si të ligjshme. Sipas hetimeve, Hristić ka qenë i angazhuar si shoqërues i Ergys Agasit, që është shpallur në kërkim me urdhër të SPAK, ndërsa Gjana mban aktualisht funksionin e drejtoreshës së krimit kibernetik në Policinë e Shtetit. Vendimi i gjykatës thekson ligjshmërinë e masave të marra në kuadër të hetimeve dhe sendet e sekuestruara duhet të vijojnë të qëndrojnë në sekuestro. Në kuadër të kësaj dosje, SPAK lëshoi 8 masa sigurie për grup të strukturuar kriminal dhe shkelje të barazisë në tendrave, mes së cilave për drejtuesen e Akshit Mirlinda Karçanaj, duke e lënë në arrest shtëpie së bashku me zëvendësin e saj Havat Elibashi, ndërsa për biznesmenet Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri, masa e arrestit në burg nuk u ekzekutua dhe vijojnë të jenë në kërkim.